Gjeometria e shenjtë. A përdorën arkitektët e lashtë një kod të fshehur në struktura? A keni qëndruar përpara një monumenti të lashtë dhe keni përjetuar një ndjesi mrekullie, sikur vetë ndërtesa të përshpëriste sekretet të kozmosit? Nga piramidat gjigante të Egjiptit deri te katedralet e bukura të Europës, këto ndërtesa të mëdha arkitekturore duket që flasin një gjuhë përtej gjuhës, po sikur arkitektët e tyre të përdornin një kod, një gjuhë universale të gjeometrisë që lidh toksoren me të shenjtën. Gjeometria e shenjtë, shkenca e formave dhe përmasave që kuptohet të jetë shpirtërisht e rëndësishme, mund të përdoret për të zhbllokuar këto sekrete. Por, a ishin këto dizenje të ngulituara qëllimisht në ndërtimet e lashta, apo po njohim kuptime ty ku kuptimi nuk ishte i menduar? Le të udhëtojmë nëpër kohë dhe hapësirë për të shqyrtuar nëse gjeometria e shenjtë ishte një kod i përdorur fare në arkitekturën e lashtë, dhe çfarë lën gjallë provat, polemikat dhe perceptimet mbar botërore rreth mistereve. Gjuha e gjeometrisë së shenjtë. Gjeometria e shenjtë është studimi i formave dhe formave gjeometrike që mendohet se kanë rëndësi simbolike ose fetare. Ato shfaqen në natyrë. Mendoni për spiralen logaritmike të një guashke Nautilusi, ose huallin gjastkëndor të një blete. Ato shfaqen gjithashtu në çështje njerëzore si arti dhe arkitektura. Gjeometria e shenjtë u jep formave rëndësi simbolike. Rrethi simbolizon unitetin dhe pafundësinë, katrori stabilitetin, dhe raporti i artë, afërsisht 1.61 qënde, vlerësohet për bukurinë e tij. Sekuenca e Fibonacci-t, në të cilën çdo numër është shuma e dy numrave të mëparshëm, shfaqet shpesh në forma natyrore si petale lulesh dhe është e lidhur me gjeometrinë e shenjtë. Koncepti ka rrënjë të thella historike. Filozofët e lashtë si Platoni e shihnin gjeometrinë si një plan hyjnor, me Plutarkun që e citonte atë të thoshte: "Zoti gjeometrizon vazhdimisht." Matematikanë si Carl Friedrich Gauss më vonë e përshëritën këtë duke deklaruar: "Zoti aritmetizon." Në të gjitha kulturat, gjeometria e shenjtë ka formuar hapësira të shenjta, nga tempujt egjiptian te mandalat budiste, duke reflektuar besimin se këto forma lidhin sferat fizike dhe kozmike. Për shembull, lulja e jetës, një model rrathësh që mbivendosen, shfaqet në vendet e lashta mbar botërore dhe mendohet se përfaqëson strukturën themelore të ekzistencës. Gjeometria e shenjtë në strukturat e lashta. Ndërtuesit e lashtë në të gjitha qytetrimet duket se i kanë përqafuar idealet gjeometrike gjatë ndërtimit, por pyetja mbetet: a ishin këto ekspozime të qëllimshme të gjeometrisë së shenjtë, apo zgjidhja pragmatike që ndoq të ndjekin idealet matematikore? Le të shohim disa shembuj. Piramida e Madhe e Gizës. Piramida e Madhe e Gizës, ndërtuar në viteve 2580-2560 para Krishtit, qëndron si një demonstrim i inxhinierisë së Egjiptit të lashtë dhe një pikëqendre për teoritë e gjeometrisë së shenjtë. Dimensionet e saj zbulojnë marrëdhënie interesante matematikore. Baza e piramidës mat afërsisht 230.4 metra dhe lartësia e saj është afërsisht 146.5 metra. Lartësia e pjerrët nga mesi një ane të bazës deri në maj është afërsisht 186.4 metra, duke bërë raportin e lartësisë së pjerrët me gjysmën e bazës 115.2 metra, afërsisht 1.618, raporti i artë. Në ndërkaq, perimetri i bazës 926.6 metra, i pjesëtuar me dy fishin e lartësisë 293, jep afërsisht 3.145, jashtëzakonisht afër pisë 3.1416.